طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, për shkak të përhapjes së disa lëvizjeve që e cenojnë islamin ton, ato lëvizje janë lëvizje që kanë background krishtere, apo që po mundohen me i largu muslimant nga feja islame, me këshillën e Hoxhës Adem, e mora një libër me trajtu çështjen e krishterizmit, prej fillimit deri në mbarim. Ç'është është besimi i krishterë, edhe me trajtu gjitha ato bindjet e tyre sipas Kur'anit, edhe sipas vetë burimeve të krishtera. Më thonë, burimet që i kanë të krishtera, edhe si ka deviju kjo fe. Nga Isau a.s. Edhe pastaj me ardhen e Muhamedit a.s. Do t'i bëjmë komparacione apo në mes të krishtenizmit dhe islamit. Burimet normalisht fillimisht do t'i trajtojmë me ajete kuranore. Po pa tjetër kemi marrë burimet edhe nga librat e krishtere, nga vetë ata që kanë folë. Edhe që kanë me pas, do me thonë, kontradikta mes librave të tyre. Sepse Isa a.s. ka qenë pejgamberi Allahut, ka qenë musliman. Ka qenë musliman dhe nuk ka thonë që unë jam Zot. E për atë arsye, duhet me hedh dritë rreth kësaj çështje. Që thjesht mi pas videot, mi pas këto derse, që herë do kur dikush don me zbardh këtë çështje, me i në YouTube edhe me i shiku. Allah shpërbleft Hoxhën Adem për këshillën që na ka dhënë, edhe pam të arsyeshme që mi anis kësaj serie të derseve me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Fillimisht e kemi historinë e krishterimit. Historia e krishterimit. Monoteizmi që i shpall Hazreti Isaut, apo si që thonë Jezusit, a.s. dhe që e pati librin e shpallur, Ungjillin nga Zoti i madhruar, më pas ja kanë vënë emrin si krishtenizëm. E kanë dhënë krishtenizëm. Në fakt, Hazreti Isau, a.s. ka qenë prej pejgamberve të dalluar dhe prej zinxhirit pejgamberve, që i fundit ka qenë Muhamedi a.s. Para Muhamedit a.s. kush ka qenë? Isau a.s. Bukur. Pra, në fenë islame që kishin thirrur gjithë pejgamberët, e që besimi i tyre ishte një Zot në ditën e gjykimit, apo në kushte që i ka përfshirë besimi islam. Ndryshimi i vetëm mes pejgamberëve ka qenë në ligje, në dispozita. Jo në adhurim, po flasim në adhurimin e pastër. Adhurimi i pastër ka qenë njësoj, këtë pejgamberët. Nuk kanë thirrë ata me thonë adhurom një mua. Nuk kanë thirrë ata pejgamberë dhe me thonë unë jam Zoti, unë jam djali i Zotit. Le ta gjejnë të krishterët në Biblën e tyre, sipas Mateut, Lukës, ku e dinë gjitha këtynve që i kanë bërë, që i kanë shkruajtur këto, le ta gjejnë që Isa a.s. apo Jezusi biblik ka thonë që unë jam Zoti. Përkundrazi, ai nuk ka thonë unë jam Zoti. E kush i ka shpif këto gjëra, tani do t'i trajtoj me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dallimi mes Muhamedit a.s. dhe pejgamberëve tjerë, apo gjithë pejgamberëve që ka qenë në ligje, në dispozita, ka qenë diçka e lejuar me një ummet, më herët të na është ndaluar apo e kundërta. Ndërsa në adhurim kërret kanë qenë njësoj, e kanë adhuruar vetëm Zot. Eni abudullaha wajtanibu at-taghut. Ma adhuru Allahu subhanahu wa taala edhe mi largu tagutit, apo mi largu dikë tjetër që adhurojnë dikë tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Bukur, në fillim kjo fe pati ndjekës të pakt, por pas 3 shekujve, posaçërisht pasi e pranoi atë perandori romak si fe zyrtare, në perandorinë e tij u përhap me të madhe. Sa në mënyrë shtetërore përhapet ma shpejt, apo se kanë fuqinë e përhapjes. Bukur, emri Jezus është formë latine. Jezusi, nga rrjedh fjala Jezus, thotë është fjalë latine, e që ja dha emrit nga origjinali i hebraishtës Jehoshua. Kështu i kanë thonë, Jehoshua,
Që do thot Zoti është shpëtim apo shpëtimtari? Me pas kjo formë u shkurtua në Joshua ose vetëm në Joshu. Po këtë kuptim e gjejmë tek Ungjilli Mateut. Lini ato ungjit, 4 ungjit që keni tek Bibla, dhjata e vjetër dhe dhjata e re. Mirë. Çfarë thot në Ungjill? Në Ungjillin e Mateut 18:21, kapitulli i parë, thot Maria nëna e tij, Mariemja, thot ishte premtuar Jozefit, por para se të fillonin të rinin bashk, mbeti shtatzën nga fryma e shejt. Atëherë Jozefi i fejuar i saj, i cili ishte njeriu i drejtë dhe nuk donte ta poshtronte botërisht, vendosi ta linte fshehtas. Por ndërsa bluante me vete këto çështje, ja që u shfaq në ëndër një angjëll i Zotit dhe i tha: Jozef, biri i Davudit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marin, si gruan tënde, sepse çdo gjë që është ngjizur në të është vepër e frymës së shejt. Dhe thot, dhe ajo do të linë një djalë dhe ti do t'ja vësh emrin Jezus, për Isa a.s. Dhe thot, sepse ai do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet e tyre. Kështu është, dhe më thonë, teksti tek Ungjilli. Ndërsa Krisht, çka do të thot tash? Jezusi e kuptum, apo? Shpëtimtari. E Krisht është përkthim grek, Kristos. Përkthim grek është rrjedh nga Kristos dhe i fjalës hebraike Mesia, që do të thot i vajosur, ose shpërtimtar i premtuar, ose ai që është dërguar nga ana e Zotit për me vendos mbretërinë qiellore. Çfarë po thot Krisht? Krisht do më thonë pibika prej Kristos. Apo? E ju që bi thoni vitit, na jemi shqiptare, dem shqiptarin, mos fol një fjalë arabe, ju pse përmendni pi grekëve? Arabt kus në kanë luftu neve? Grekt në kanë masakru. Në kanë masakru. Shqiptar, qamarin e kanë masakru grekt. E Jezu Krishti, pikrisht e ka zanafilën nga kush? Nga grekët. Pse s'pe ikish? Ju televizë, pse s'po shkonin kish atje, më çu peticion me bëu dhe më ju thon hekne ç't fjalë se kjo s'është fjalë jone. Ku pjukona apo? Ku pjukona? Pe mërni. Ku s'jukona arab? Selam, çka aja selam aleikum. Tu ngjat jeta. Ndërsa Krishti nuk me hekni. Po dhe Bibla, fjala Bibël është greke. Unë e kum pas një debat me atë kryesorin e këtynve në Zvicër, edhe ma bllokoi. Tash Bibla është fjalë greke. Ti po thret një shqiptari, në thojza në shqiptari, në fenë e të parëve. Sepse na po e cënoj kam kombin na. Veç ju, mashallah, kombëtar të famshëm, të mdhej. Ndërsa na po e cënoj kam kombin. Fjala Krisht, termi Krisht, edhe termi Bibël është greke. Edhe mësë më shit, ti mu nacionalizm, mësë më shit këtu kombëtari. Pastaj thot, si që tam shpërtimtari i premtuar, ose ai që është dërguar nga ana e Zotit për me vendosë mbretërinë qiellore. Kështu u formua shprehja Jezu Krishti. Thot, me që rast u bashkua emri Jezus dhe funksioni Krishti. Shprehje që ka kuptimin Jezusi Mesia ose Mesia Jezus. Nuk mund të gjejmë në për ungji se Jezusi e ka përdor këtë pseudonim. S'mojmë me gjeti. Ka e shpi këtë ju. Nuk më me gjetna në për librat e tyre. Por aje e qunë të vetën bir i njeriut, e qunë të vetën njeri, e qunë të vetën mësues. Por nuk e qunë të vetën bir i Zotit, djali i Zotit. Nuk e qunë të vetën unë jam Zot. Po aje thriste me adhuru Zotin. Ku e shpikët ju këto? Pra të arsion ditën e gjykimit, kur ju del Isa a.s. për para, do të shohin ata shumë mirë pastaj. Kur i thot Allah subhanahu wa ta'ala, o Isa, thot a i thire ti me të adhuru ty e nënën tonda? Asha Allah në rujtë. Pastaj thot, shënpali është meritori që Jezusi të konsiderot Krisht dhe bir i Zotit. Shënpali e ka prish këtë gjë. Shënpali ka fillu i pari, i cili e ka shpif apo këtë term. Dhe më thonë, Krisht dhe bir i Zotit dhe me pseudonimin Mesih e quajtën Jezusin djekësit e tij, nga se shumica atyre ishin nga hebrenjët e krishterizuar. Hebrenjët që ishin krishter, apo të cilët pritnin shpëtimtarin. Po ashtu,
Këtë e kemi te Isaia, thot shpëtimtarin nga trashëgimtarët e Davidit, dhe shpresonin që Jezusi të jetë ai Mesiu i premtuar, i cili përmendur te Isaia ku thuhet: pastaj një degës do të dalë nga trungu i Isaias, dhe një filis do të mbi nga rrënjët e tij. Fryma e Zotit do të pushojë mbi të, fryma e diturisë dhe zgjuarësisë, fryma e këshillës dhe fuqisë, fryma e njohurisë dhe frikës së Zotit. I dashuri i tij do të qëndrojë në frikën nga Zoti, e kështu me radhë se është e gjatë. Kurani famlart ndjekësit e Hazreti Isaut apo Jezusit i quhen si Nesara. I quhen Nesara. Ndjekësit e Isaut alayhi salam. Si pas qytetit, dhe më thonë nazaretistët, nazaratasit, si pas qytetit Nasira, Nazareti vendit në cilën ka lindur Hazreti Isau në Palestinë. A dhe bre te që përna thu, ka përëndime për shkemë, s'ka një ka lindja. Ti Jezusin, apo më reklamon. E Jezus bikojt është. Palestinë pas ka lindë Jezusi. Po këtë pejgamber qaton ka lindë, Allah. Këtë pejgamber qaton. Ata e kanë bo sikur feja lindjes dhe feja përëndimit. E qatë fet përëndimit te, bazën ku e ki? Prej lindjes e ki. Pikrisht prej lindjes e ki te. Se Jezusi është prej Palestinës. Atër i bie prapë po kthesh lindje te. Njeriu i mençur nuk bëhet budall me këto çmenduritat e tyre. Njeriu i lexueshëm nuk mundën me bin njeriu në lexueshëm. Po i gjenë disa njerëz ashtu, që i kanë lexuar ja 2 libra, edhe mendojnë se po din, edhe i manipulojnë me çështjen kombëtare. Shqiptar, që po shqiptar më shqip po flasun, tankon shqip po flas. Se që aty ju dhez, tek puna shqiptariz ju dhez, e mendojnë se mundën me godit islamin. Ja, parandorit ndryshme të mëdhaja kanë dashur me godit islamin, po islami ka vazhdu. Enver Hoxha shkoi në varr, e tash tek sheshi Enver Hoxhës aty, musliman pe falin namazin. Ku e ndiri? Ku e ndiri? Ku janë parandorit e mëdhaja? Su nërdzështi një fit madhoti. Su nëzëzë këtë veka aj nalt mbrojtje. Po mirë ti që si e karvani i këti dini. Mirë ti që si e. Ose nëse ti nuk je që e pason Allah subhanahu wa ta'ala këtë popull, e bjen një popull tjetër që adhuren Allah në zëgjep. Vetë Allah e ka po të nëzën Kur'an. Nëse ti si shqiptar e urrejnë fen islame, ta bjen një krishter i cili e pranon islamin edhe ty të sundan. Ta bjer Amerikanin musliman, ta bjer Anglezin musliman, ta bjen Finlandezin musliman, ta bjer Holandezin musliman, ta bjer Italianin musliman, edhe të ti e kilon dinin, unë e ku marë. Si që shukon, që po të përcova dje, qësh ka qenë në periudhën e fundit perandorisë osmane, shqiptar kanë qenë të vërtetën, ndërsa në periudhën e fundit perandorisë osmane, turqit kanë devjuar nga islami, dhe shqiptarët kanë qenë besimtarë, ndërsa që kjo kast e tyre gjon tërshve ka dalë për fesë. Ndërsa ata në kanë pru islamin. Që kjo është? Kur zdin me mbajt tondën, Allah subhanahu wa ta'ala e sjell një popull që adhuron Allahun hak dhe ti je homs. Ti je homs. Po ata s'dalin në debate. A ki po nuk ka debate fetare tek ata. Veç i lidhin pushtimi, pushtimi, kombëtaria, historia, çdo sene i kapin. Se s'din çështjet fetare. Nuk i din çështjet edhe vetë që thonë jemi i një feje të caktuar. Jezusi shpesh është quajtur në dhjatën e re si njeriu nga Nazareti. Viti lindjes së Jezusit është mes fundit të vitit 5 dhe fillimit të vitit 4 para erës së re, sipas transmetimit të Ungjillit Mateut, kur Palestina ishte në dominimin e Herodit. Ndërkëtë sipas Lukës, lindja e tij ka qenë mes viteve 6 dhe 7 të erës son, duke u mbështetur në kohën kur perandori Augustin, 17 para erës re dhe 14 erës re, urdhëroi të bëhet statistika banorëve të Galiles në Palestinë nga këto ndryshime të dhënave të ungjive gjen dallimin mes kishës katolike perëndimore, e cila feston lindjen e Jezusit me 15 dhjetor, dhe thot asaj ortodokse lindore me sa? Me 6 janar. Dhe që kanë dallime. 25 dhjetor që e bëjnë katolikët dhe me 6 janar që e bëjnë çfarë? E bëjnë ortodokst.
Dhe më thonë ato krishtlindjet që i kanë. Sepse nuk janë unifikuar rreth një date të caktuar. Për fillim të erës son, apo të erës së re, është marrë koha e lindjes së Hazreti Isaut, Jezusit. Kjo mënyrë e numërimit të viteve është propozuar në shekullin 6, pas lindjes së Isaut, dhe gati e kanë pranuar të gjitha vendet evropiane, më parë të gjitha vendet e Mesdheut i kanë numëruar vitet sipas formimit të Romës. Pastaj ky, kalendari ka evolu sipas lindjes së Isaut a.s. Në të vërtetë, brenda kësaj feje ekziston një numër i madh sektesh, të cilët ndryshojnë nga njëra tjetra. Megjithatë, të gjitha këto sektet i bashkojnë disa pika. Përkundër që kanë konflikte në mes vete, mirë po disa pika kryesore i bashkon njëra me tjetrën. Çka i bashkon? I bashkon besimi se Jezu Krishti është Zot. I thënë Zot. A shkojnë në lutin Jezu Krishtin? E bojnë vetë, edhe shkojnë e lutin. Edhe Marien shkojnë e lutin. Këm po një video e këm qitë më herët. Kanë bo idhull, si kukull e kanë bo, dhe e në bo rend, edhe shkojnë e kapin kështu për qave e kapin. Allahu ekber, qëfar fe, subhanallah, me lonë këtë fe madhështore tonën, edhe me shku me adhuru idhuj. Subhanallah. Si do qof, le kum dinu, kum veljedin, ti e ki fe në tonë, dhe unë fe në teme e kapin. Unë jam i obliguar me të kallëzuar që kjo fe është e kotë. Jo me obligum, edhe kam të drejtën ligjore me të thonë që jenë të kotën. Edhe s'ka pas ligja s'kushës demokracijemi. As po thras me të vra, as po thras njerëzit mi kërcnu, po thomë që ti e ki fen e kotë. Kaq. Sigur ti qysh po ma sulmon mu fen time. Kam të drejtën me thonë që e ki të kotë? Po. E ki të kotë sepse ti adhuron idhuj. Shkon dhe e bon një kukull dhe ja vë emrin Merjeme, apo Maria, apo Jezusi, dhe shkon e lut. Kjo bie ndesh në parimet fetare, por edhe njerëzore, po edhe se cili njeri me logjik të shnosh, nuk shkon me adhuru idhuj. Kjo është idhujtari, që e kanë fut njerëzit pas Isaut alayhi salam. Thot, bashkohen se Jezu Krishti është Zot, biri i Zotit, apo të disa vetëm si biri i Zotit, duke u bazuar në këtë aderim të madh i tërë religioni është quajtur me pseudonimin Krishti apo Krishterimi. Dhe më thonë, te që vjethu vetës katolik apo i krishter, bazën ku e ki, të këthënja se Krishti është term grek. Edhe mësëm shqit palavra, me më thonë që unë e po thras në shqiptari, në termet shqiptare. Mësë më shqit, palavra me i mashtru njerëzit, po hen edhe hulumto dhe shikoj e vetën se ku je. Pastaj, pikpamjet mbi natyrën e personalitetit Jezusit, Hazreti Isaut a.s. kanë nxitur një sët debatesh dhe mos pajtimesh, para se gjithashtë ndërmjet qifutve dhe të krishterve, më tej ndërmjet vetë sekteve të krishtera, e më pas edhe ndërmjet muslimanve dhe të krishterve. Ekstremistët nga kampi majt ateist, nga nxënësit e Hegelit, si David Frederick Strauss, 1808-1874, kanë përfunduar, kanë orë përfundim, që Jezusi thot është një personalitet i supozuar, për mi largu, dhe më thonë, se ateistat edhe ndaj krishterëve dhe ndaj muslimanëve janë kundër. Qa kanë bo për shembull në revolucionin francez? Janë qu kundër kishës, apo? Po, janë qu kundër kishës. Edhe normalisht ateistat, bile, ne themi që botën evropiane nuk është botë krishtere, po themi kështu praktikuse. Por se e ka kop ateizmi më shumë, botën perëndimore. Po muslimant, pja unë nxisin pak, pja unë dezën atë senzorin që me thonë, edhe unë e kom fejnë. Tash kanë shku musliman në Evropë, pe praktikojnë fejnë Allah subhanahu wa taala, edhe ata tash me thonë ateista, hajtë po themi se edhe na krishter jemi. Në jemi katolik apo krishter, sepe po e shojnë praktikimin nga ana e muslimanëve. Thot çka, thot personaliteti supozuar, i cili nuk ka ekzistuar, thot, në histori. Kjo është shpifje. Neve Kur'ani na mëson se kush ka qenë Isa a.s. Ndërkaq për muslimanët kjo është e pa
Dhe më thonë, e papranueshme dhe kjo dilemë është te i kaluar. Po ashtu, thot, duke pasur parasysh periudhën kohore, vështërsitë me të cilat është ballafaquar krishterizmi, gjatë thirrjes që bënte Hazreti Isau, Jezusi bën që pranimi transmetimeve historike dhe një çështje tjetër që është në fen krishtere apo në fe tjera pos islamit, i është shkëputur zinxhiri. Te na kemi zinxhir transmetues. Transmetoi filoni tek pejgamberi alayhis salam. Fe të tjera nuk e kanë këtë zinxhir. I është shkëputur. Dhe nuk ka saktësi. Në fen ton kemi saktësi. Çdo sen, çka themi, hadithi është sahih. A ka tek këta hadithi është sahih? Fjala i Isaut është sahih, është daif, është hasan, daif jiddan, mawdu, s'ka tek këta. Tek ne ka. Ne i bëjmë dallimin mes haditheve, fjalëve të shpikura, shpifse dhe fjalëve të sakta. Ndërsa tek këta nuk ka. Më thonë çka? Thot dilema, dyshime, pasiguri, hipoteza të shumta për shkak të ndërprerjes së zinxhirit transmetues. Dhe thot është shkëputur, apo madje kur ta kemi parasysh distancën kohore ndërmjet jetës dhe veprimtarisë së Isaut alayhis salam dhe shkrimit të Ungjillive, si për 4 këtyve, Mateut, Lukës, Gjonit, kemi një hapësirë kohore të madhe. Ndërsa, subhanallah, tek ne, për me pranu hadithin e një personi i cili ka thonë e kum nipi filonit, dietarët kanë vënë një kusht, kanë thonë është kusht na me di që është taku me filonin. Po qoftë edhe një herë. Nëse s'është taku, nuk është verifiku takimi, se kanë marrë hadithin. Thot ku e ki njiti? Kjo është feja jonë. Ndërsa, mes veprimtarisë Isaut alayhis salam, Jezusit, dhe këtyre ungjillive, hapësirë kohore e madhe. Dhe atë lëvën për dyshim kjo, është normale. Thot çfarë? E cila mjaft është e gjatë për ta kujtuar dhe pandryshueshmërinë e fjalëve të Ungjillit sipas Mateut, i cili u shkrua rreth 41 të erës son, apo ai sipas Markut rreth vitit 65 të erës son, kurse ai Lukës rreth vitit 55 të erës son, ndërsa Ungjilli sipas Gjonit 40 vjet më vonë. E që u shkrua rreth 98 të erës son, ndërkash në këtë kontekst nuk bëjmë përjashtim të kësaj kohe as veprat e apostujve, të cilët u shkruan nga viti 50-98 erës son. Pra, pas tërë kësaj periudhe kohore të gjatë, të shkëputur nga jeta dhe veprimtaria e Jezusit alayhis salam, Isaut alayhis salam, sa mund themi që janë të vërteta? Sa mund themi? Është veprimtaria e Isaut alayhis salam, pas 50 vjetë po shkruan fjalët e Jezusit. Dhe nuk ka dhe ka shkëputje dhe nuk ka zinxhir transmetimi të pashkëputur. Dhe këtu është problem. Ndërsa na shkrimet që i marrim, edhe pse i shkrim pas 100 vjetëve, po i kemi transmetimet, e ka dëgjuar sahabiu që ka nejt me Muhamedit alayhis salam, kështu dhe kështu. Ndërsa këta jo. Pastaj thot, jo që këta autorët nuk deshen ta shënojnë realitetin, por thjesht nuk mund ta bënin këtë nga se ishin të shkëputur nga zinxhiri i padyshimt i transmetimeve dhe normalisht mundësi që dora e njeriu të ketë vepruar, shtesa është shumë e madhe. Muslimanët nuk kanë ndonjë burim tjetër në të cilët mund të mbështeten dhe të kenë besim të plotë tek ai përveç Kur'anit famlar dhe haditheve të vërteta të pejgamberit alayhis salam. Pra këto janë dy burime të cilat mbështeten muslimanët. Pra së pari do të paraqesim krishterimin, siç na ka lajmëruar Allahu subhanahu wa taala, dhe më pas do të studiojmë burimet e krishtera duke sjellë shkrimet e tyre, librat e shenjt apo burime tjera, pa ndërhyr asnjë tekst, asnjë fjalë, asnjë shkron nga librat e tyre deri në takimin e radhës me pasqyrën e shkurt historike të krishterimit. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.